Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka numëruar shumicën e votave në komunat shqiptare, ndërsa në disa prej tyre nuk do të ketë balotazh në Maqedoninë e Veriut. Fitore në rrethin e parë tashmë ka shpallur Izet Mexhiti në Çajir, Daud Beshiri në Haraçin, Daud Memishi në Tearc, Muhamed Elmazi në Saraj, të gjithë kandidat të Vlenit, ndërsa koalicioni AKI udhëhequr nga BDI-a ka shpallur fitoren pa balotazh në komunën e Likovës, Plasnicës dhe Çashkës. Rezultatet e para në komunat më të mëdha shqiptare janë si më poshtë. Komunat e Tetovës fiton Bilal Kasami dhe shkon në balotazh me Bajram Rexhepin. Komuna e Haraçis fiton Daud Beshiri nga Vlen. Komuna e Bogovinës fiton Fetia Bazi nga Vlen. Komuna e Burvenicës prin Hashim Ramadani nga Vlen dhe shkon në rreth të dytë me kandidatin e OBRM PDUKM Jovica Iljevski. Komuna e Vrapçishtit nuk arrin censusin dhe zgjedhjet dështojnë. Komuna e Kostivarit fiton Valbon Limani nga AKI-a. Komuna e Dibrës prin Fisnik Mela nga Vlen. Komuna e Zhelinës fiton Blerim Sejdiu nga Vlen. Komuna e Kërçovës prin kandidati i OBRM PDUKM Aleksandr Jovanovski dhe shkon në rrethin e dytë me kandidatin e AKI-s Fatmir Dehari. Komuna e Likovës fiton Erkan Arifi nga AKI. Komuna e Sarajit prin Muhamet Elmazi nga Vlen. Komuna e Strugës prin Mendi Shyra dhe shkon në rreth të dytë me Arsim Dalipin e AKI-s. Komuna e Studeniçanit prin kandidati i pavarur Azem Sadiku dhe shkon në rreth të dytë me Jupa Bazin e BDI-s. Komuna e Tearcës fiton Daud Memishi nga Vlen. Komuna e Çajirit fiton Izet Mexhiti nga Vlen. Theksojmë që këto janë rezultatet e para nga KSZ-ja dhe nga informacionet që tashmë janë publikuar nga partitë ose koalicionet.